ditën kur ai Allahu i të bën të gjithë. Thot Tabariu, kjo është dita e gjykimit, ku bëhen bashk, të bëhen njerëzit dhe gjinët, të parët dhe të fundit, madje përpos njerëzve dhe gjinëve, Allahu i bën bashk edhe disa krijesa tjera që Allahu te baraka wa taala dëshiron që ato të mbesin dëshmi si krijesa tjera përballë procesit të ditës së llogarimit dhe ditës së gjykimit, siç tregon Allahu në Kur'an, kur Allahu dhul Xhelal ringjallën edhe dalin para Allahut edhe disa krijesa prej kafshëve dhe ato nuk dalin që të gjykohen asnjëherë, se ato nuk e kanë racion, nuk e kanë logjikën, Allah nuk e ka jep atyre mendjen që Allah t'i gjykon dhe prandaj janë kafsh, por ngjallen e pastaj kur ata që e kanë mohu Allahun, kur e shohin se si ata përfundojnë, në ditën e gjykimit disa njerëz prej mohuesve thonë të gjithë mohuesit, sikur të kishim fatin sot ne, të ishim prej kafshëve e të shuhemi e mos të vazhdojmë të jemi në jetë e të gjykohemi për dëbamat tona dhe të marim ato çfarë e meriton, sikur Allahu e përmend në surën Naba, në fundin e surës Naba është ajetin në të cilin ne aluduam. Do të thotë, është dita e gjykimit, është dita ku Allahu i bën bashkë dhe i të bën të gjithë të parët dhe të fundit për përgjithësinë dhe llogarinë që çdo njeri në mënyrë individuale do t'i përgjigjet Zotit e tij, Allahu te baraka wa taala. Vazhdon ajeti, o turm e gjinëve, ju keni mashtru shumë prej njerëzve. Thot Imam Tabariu, gjinët janë një prej faktorëve që i devijuan njerëzit, i kanë shty dhe i kanë nxit në shirk i dhujtari, sikurse që i kanë nxit edhe në mëkate. Pastaj ajeti tregon se këta pas veti nëpërmjet cytjeve dhe ndikimit të tyre kanë arrit të tërheqin një numër të madh njerëzve. Miqtë të tyre nga njerëzit thonë, disa miq prej njerëzve, disa miq të gjinëve nga ana njerëzve thojnë. Do thot Imam Tabariu thot disa në ditën e gjykimit pranojnë, thojnë kemi ndjekur gjinët, kemi bashkëpunuar me ta, kemi përfituar prej tyre. Kjo nënkupton bashkëpunimi i njerëzve me gjinët gjithmonë është në rrethana shumë të errta dhe për punë të këqija dhe të liga, sikurse që është magjia, falli, idhujtaria e gjëra të ngjashme. Pastaj ajeti thot, këta deklarohen për Allah, thot ne arritëm deri tek afati që ti neve na ke caktuar ja Rabbi. Imam Tabariu thot këtu me afatin nënkuptohet vdekja dhe fundi i jetës së tyre, është afati që njeriu i përfundon dhe i harxhohet e gjeli dhe jeta e tij në këtë botë. Pastaj Allahu këtyre ju thot, zjarri është vendbanimi juaj. Imam Tabariu thot, ky zjarr që është vendbanimi i tyre është dënim i përbashkët i gjithë atyre prej njerëzve dhe gjinëve që kanë bashkëpunuar në mes vete për pislëqet dhe të ligat e tyre.